kutia e kujtimeve. Mysafirët sjellin një kujtim të vlefshëm, të çmuar të jetës. Çfarë ke sjell ti? Çfarë ka këtu në këtë kuti? E kam sjell një gjë shumë të vlefshme për mua, mendoj edhe për popullin ton. Po, mund ta hapim? Po, patjetër. Këtu e kam një fotografi. Besoj që je duke pa ti dhe zonjat. Ma jep, unë ja jap kamerës. Këtu është baba jam dhe nana. Kjo është Hoxha Fadil Mjekiqi, për arsye se ne si familje jemi edhe familje kombëtare, edhe adhetare, po jemi edhe familje fetare. Dhe nifmi në atë vend, ato treva, që jemi bugdhansa mas shumëti. Kjo është baba jam i cili ka vdek prej tumorit, prej kancerit, në vitin 2006, në moshën 52 vjetë, ende pa i ba 53. Tashti tumori edhe nana është sprovu me të njëjtën, mirë për nana ende është gjallë. Dhe kom kujtimet mëdhaja me prindi si çdo djalë i ri, si çdo vajzë e ri, për arsye se prindi mundet me qenë i keq për diken, po për ty është babë, për ty është nanë. Mirë po mendoj që baba jam ka qenë edhe për të tjerë të mirë. Dhe kjo rezulton kur ky person, ky prindi jam, ky hoxh i madh, kur ka vdek, më shumë i kemi pa tu çaj të tjerët për humbjen e tij, sesa ne filluam me mësu me smundjen e tij. Dhe ajo lloga e tij ose slogani i tij në jetë ka qenë mëso, lexo, edukohu, respekto tjetrin, nderu veten e ndero tjetrin. Dhe ne jemi rrit me këtë karakter, jemi rrit me këtë kulturë. Për atë arsye këtë familja jemi të shkolluar. Vllai i madh është magjistri i matematikës, një tjetër është vllai masmeje që edhe është asamble komunale, edhe është i shkolluar, vllau tjetër është polic ushtarak në FSK, ka disa grada, tash mos t'ja them se muj me gabu, e mos t'ja dhoni grad më të vogël se më të madhe. Dhe jemi si familje e konsiderume, jemi familje e respektume, besoj, këtë janë respekti i babes tonë, i punës ti, i respekti ti ndaj njerëzve, po dhe tjetërit që ka respektu. Dhe shumë krenona me ta se kom pas babë. Dhe jo veç babë ka qenë njeri poplit, ka qenë njeri i gjematit, ka qenë njeri me ushtrin shqiptarit Kosovës, dhe ka qenë njeri shumë i hapun, por nga profesionet që tregove për vëllezërit, asnjëri nuk ishte hoxh. I bie që ti ke shku rrugës së tij. Ka ndiku ai apo? Edhe vllaznia e babes, axhallart nuk kanë asnjë hoxh, veç ky është hoxh. Kështu që kemi shumë ka një. Ka një. Mendoj që punën e hoxhollakut ne si Mjekiq, si familje jemi familje e madhe, domethënë unë baba ka qenë mullai Shrefi, mullai Etullahi, ka qenë Haxhi Ferizi, besoj që haxhia i 4 në Kosovë që ka shkuar në haxh në atë kohë me kal, ka qenë një prej mjekiqve. Kur të qojmë ka anën kombëtare dhe ka anën adhetare, besoj që këta e din edhe ushtria shqiptare e Kosovës, edhe shoqatat e dalën nga lufta, kur është bërë organizimi gjithë kombëtar popullor në Kosovë, mjekiqt e kanë vendin e parë sepse janë 185 ushtar, edhe Grabovci, edhe Shqipitulla, të cilët e kanë nga një komandant. Edhe është Izet Mjekiqi, edhe Fehmi Mjekiqi. Ku të ta kishte edhe babë, edhe 2 djemë luftë. Kishte familje komplet, dhe mendoj që kontributi tyne ka qenë kontributi madhë. Para luftës, një legale, gjatë luftës, pas luftës, asnjë prej tyne nuk ka hi me bandë një plaqë, ndo një gjatë keqe, dhe kanë majtë atë që kanë luftu për vend, për familje, për ftyrë, për nder, për liri. Faleminderit shumë, po flet për aspektin kombëtar dhe adhetar. Ju Mjekiqt, po më duket rrojt i keni në Deçan. Po. Dhe në Deçan, nuk kemi komentuar me ju, apo edhe ju nuk keni komentuar shumë zhvillime, prandaj janë mbledhur disa tema që dua ti konsumojmë së bashku. Pikërisht në Deçan është bërë një lëvizje, e njohur si lëvizja e Deçanit, e cila, po them unë, kërkon kthimin tek feja e të parëve. Ndërkohë ju flisni për disa breza që jeni tek aspekti fetar, përveç atij kombëtar si Mjekiq. Si i ke pat ti, si e shet ti këtë lëvizjen e bashkëpatriotëve tu Deçanit? Nëse më lejohet, shkurtimisht them disa gjana, të tërheq disa paralele. Lëvizja e Deçanit s'ka lidhje me Deçan. Deçani edhe rrafshi Dugaxhinit që ne kemi përardhën prej atij, e kanë burnin, e kanë besën, janë adhetar, janë kombëtar, e kanë kullën, jo od, kanë kull, dhe kulla është disa katëshe. Dhe kur të fut në shtëpi ose në fshatin e tij